tjetër. Assalamu alaikum, u nderuar. Kam një pyetje, pse sot disa prej muslimanëve kur e shohin një nga vëllezërit që bën një gjuna, ja zbulojnë me herë gabimin. Ndërsa kur bën një vepër të mirë, ajo shpesh nuk vlerësohet, Allahu është shpërblet. Aleikum selam wa rahmatullah. Unë nuk besoj që kjo është e përgjithshme për gjithë musliman, për shkak se plot prej muslimanëve ka dhe për te falëndërimi tek Allahu subhanahu wa taala që gabimet e muslimanëve të tjerë nuk i publikojnë edhe i mshefin. Edhe e din shumë mirë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurdo që ambulon një tëmet vllaut të tij, Allahu subhanahu wa taala ka më ambuluar një tëmet atina në ditën e Kiametit. Do thonë në përgjithësi, në atë që e shohme edhe atë që e dim, ka shumë muslimanë alhamdulillah që nuk i zbulojnë edhe i mbulojnë tëmetat e vllazëve dhe i këshillojnë ata privat, sy me sy me njëri tjetrin. Por a ka edhe të atill që në nxënësi spritin me bë dikush gabime? Ka. Dhe kjo është defekt. Ta nuk janë të udhëzuar mirë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kanë mujtë me i bart cilësitë e ignorancës, kanë mujtë me i bart cilësitë e ignorancës edhe i kanë tuar në islam. Nëse është dikush i tillë, do të më pas frikë Allahu subhanahu wa taala dhe mos me zbulue gabimet e muslimanëve. Çështja tjetër, nëse bën vepra të mira dhe kjo nuk është kusht me mort të parën tak me thonë se filani ka bën vepra të mirë, ka bën vepra të mira, Allah është shpërblet, nuk ka nevojë me të madhe, por feja thot me ia dhon gjithë secilit atë që e meriton. Njerëzit që kanë veprime të rralla në islam i kanë respektuar sahabët, ndryshe me njerëz të tjerë, edhe i ka respektuar ndryshe ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka trajtuar ndryshe ata vetë Allahu subhanahu wa taala. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allaha nadhara ila qulub ahli Badr", Allahu subhanahu wa taala i ka kshir, ka shikuar në zemrat e pjesëtarëve të Bedrit, edhe ka thonë atyre: "I'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum", bani çka duhet se ja kam fal gjuna, do të thonë i ka trajtuar Allahu subhanahu wa taala ndryshe për shkak se veprimet e tyre në kohën e caktuar i kanë të veçanta dhe shtirë të përsërishme së të arritshme edhe nga sahabët e tjerë. Për te, kur bën dikush keq, do të më munue me zvoglue, mos me përhap, edhe me këshilluar që me ndal. Kur bën mirë, Allahu subhanahu wa taala e shpërblet, po nuk është detyrë jone me i përhap mirat e tjerëve përveç në raste në të cilat mendohet se arrihet më përmirësu të tjerë, ose nxiten të tjerë me bëj vepra të mira sikur sa ata, ose në raste të respektimit të njerëzve me vepra të veçanta, në mënyrë që me ditë të tjerë se kush vepron çse vepra, të i donë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i donë muslimanët, wallahu a'lam.